Mirëmëngjes, kushtrim për ju në studio edhe për profesorë Nisin dhe të gjithë ata që kanë vendosur që të nisin ditën me ne, siç e përmendet edhe ju, dje në mesditë është bërë i ditur një rast interesant, po e quajmë interesant për arsye se në sy të publikut në të vërtetë është interesant, por gjyqtarët nuk është që nuk përballen shpesh me këto raste, por nuk bëhen publike. Dje është konfirmuar se në fshatin Banje e Pejës quhet kështu sepse ndodhet në Istok, por është një lloj banje që ofrohet tretman qytetarëve, po fshati e bartë emrin Bajic, por njihet si Banje e Pejës. Sido që tjetë, në këtë fshat gjyqtarja e gjykatës themelore në Pejë së bashku me palët të cilët kanë pasur një kontest civil, pra me siguri kanë pasur një kontest për ndonjë pronë dhe kanë dalur në teren për me gjyku rastin, për arsye se kështu e don procedura, dhe njëra nga palët ka qenë, siç e përmendet edhe ju, një ish polic i cili ka dalur në vendin e ngjarjes, në vend se del me kimik ose me laps, ka dalur me kallash. Edhe e ka kërcënu gjyqtaren e çashtjes dhe e ka kanosur atë dhe më pas është aratisur. Këtë e ka konfirmuar për media zëdhënësi prokurisë themelore në Pejë Shkodran Nikshi, i cili ka thënë se tashmë i dyshuari është në arati dhe janë marrë të gjitha masat për me gjetë personin edhe për me arrestu. Kjo është ajo përsa i përket anës publike që është bërë e ditur lidhur me rastin. Për fund, është shkrepur Kalashnikove apo vetëm është kërcënuar përmes Kalashnikovit, gjyqtarja? Po e thekse edhe një herë, nuk ka ndodhur diçka më tepër përveç se është kërcënuar, nuk është raportuar të jetë shkrepur në vendin e ngjarjes ndonjë plumb nga ai Kalashnikov. Okej, Valdrin, faleminderit për gjitha këto informacione gëzuar një muajin ditën e punëtorit, sepse këgja një punëtori. Pikërisht nëse ndalëm edhe pak nëse kemi Valdrinin për shkak të punëtorit, sepse Valdrin e pash që keni bën një veprim interesant dhe pozitiv në aspektet e qasjes në dokumentet zyrtare në Pejë, ku keni detyruar komunën e Pejës të publikoj listat e subvencionuesve ose do të dënohet. Kështu që mirë e the për punëtor, bravo. E vërtet. Po e kjo ma shumë është bërë për t'i inkurajuar qytetarët se duhet të kenë edhe më shumë këmbgulje në qasjen në dokumentet zyrtare në përgjigje, siç e dini edhe ju, komuna e Pejës përpaksa mund të jetë dënuar deri në 10.000 euro për shkak se na është përgjigj, na ka refuzuar që të na përgjigjet për atë që kemi kërkuar, pra kemi kërkuar nga Komuna e Pejës, Drejtoria e Kulturës së Rinisë së Sportit, që të bëhet e ditur se sa ka ndarë dhe ka planifikuar të ndajë për organizata të rinore sportive dhe kulturore në Pejë. Atë na ka refuzuar dhe nuk e ka bërë publike siç edhe duhet ta bëj, dhe më pas ne jemi drejtuar Agjencionit për Informim dhe Privatësi dhe ajo na ka asistuar në këtë rast dhe ne e kemi marrur përgjigjen, për arsye se është paraja publike, vlen me u theksu se për shkak të mos transparencës në këto raste Komuna e Pejës ka rënje në transparencë. Mirë, faleminderit shumë Valdrin për gjitha këto informacione, dëgjohemi dhe shihemi nesër në mëngjes. U pafshim dhe dëgjohemi vetëm për lajme të mira. Faleminderit shumë. Atëherë nga kjo lidhje direkte do ikim tek një tjetër sepse e kemi në lidhje direkte tashmë veç